E keni pa gjithë ata lojtarët me ata me të bardha brapa asajt, I pagon presidenti biletat atyre, gjithë janë aktorë ata. Mos duhet që janë tifozat ikën me lek. Po më janë aktorë, janë klaker quhen ta. Janë të paguar më. Janë klaker aty tonajtë se erdhi e kanë punë, kanë 50.000 lekë çoshin aty. Pra, është gjithë një falsitet ajo Real Madrid e ngritur. Manushi ka stadiumin e vet, kur ka emisionin ka dhe I tifozëve që I paguajnë. Po janë të punë, as e dini që janë të punësuar ata, nuk janë ata që ikin tifozat ata që janë me të bardha gjithë. Brapa ata janë ultrasit që quhen. Po jo mori ata janë ultras, ata janë punësuar të presidentit, se ata nxjerrin, keni pa ata në Bilbao, si duken ty të punësuar duken. Jo, për këtë histori pra. Po ndryshe Reali nga dysh Bilbao. Do për çfarë flet apo jo? Kanë ato që thot Manushi është. Ultras janë tifoz ultras që. Nuk janë ultras ata, mos se ultrasit çajm përsi, ata janë gjithë që I bëjnë ultrasit janë apo si ta më fanë në presidenti shumë I mirë presidenti. Ata nxjerrin parullën për presidentin, nuk janë ultras. Janë zhduk Real, nuk ka Reali ultras e kështu gjëra si të tjera. Ata që janë brapa fushës, nuk janë ultras, ke pasi kishin ata? Ashtu janë ultras. Ata janë gjithë punojnë shullu, thjesht kanë një rrok dytë. Bënë të bashkisë. Se di keni ju këtu. Jo si ke kulugontarja që nxjerrin ca rrok. Dëgjoni pason dhe mësoni. Janë ca ishte arbitra. Paguar dhe të punësuar. Ti ke qenë ke grupi ishte arbitrave. Ore zotëri ikin të gjithë ata përfaqësojnë humorin e presidentit. O zotëri, ata janë fërshëllën. Ata as fërshëllën, as fyr presidentin, as herë. Se Manush, se nuk e di, po pyesim Glendin që është shumë I lidhur me. E di ti Glendin? Glendin ndoshta nuk e di, po e besoj që nuk e di. Po që mund të jetë. Se ç'a nuk ndodh. Ajo më është e vjetër më burr, se ata nxjerrin vetëm favor të presidentit. Ultrasit vetëm shajnë. Po mund të ketë tjetër ultras, ultras ata. Ka ultras po. Si ultras si aty ultras është me mjegër edhe me pati çfarë ultras. Ultras është shumë afër delinkuentit. Ultrasi në përgjithësi, edhe në Itali janë kapo grupet e ultras janë kapo grupet e drogës në qytet. Janë bashku dhe ikin atje. Pra s'ka Atletico Madridi ka pas shuhallësh, se ka ca të grumbulluar, po Reali ka të blerë. Reali ka blerë gjithë mediat Spanjë. Ti ke pa gjithë gazetarët spanjoll që bënin tifozlikë top e art për Vinicius dhe jo për atë Rodri. Jo, ata normal që gazetarët çu janë. Ka blerë më të gjithë. Tifozët më habite shumë. Ore ai brenda ditës soçi nga trajner I kontare spanjolle Lopetegui. E mori telefon me avionin, tha për një orë. Ke ditë që ky është turpi I madh në Spanjë. Ta heqish presidentit, ai tha po iki, tha se merr oferta. Nga në mes të kompeticionit ishte një botror. Mani më të historia pra, dua të them që është një histori glamuri. Ai thotë, unë do blej më të mirët në botë, po kur ai e sheh veten e vet që shkon në rreth Liverpoolit, skuadra që dobët atje, thotë diçka të shkon, I mbledh atë tim mbas timin, si quhet ajo që tha Çuçuli. Team behind the team, I thotë, kush janë më të mirët qarkulli? I thanë ai mbrojtësi I djathtë ai Liverpoolit. Çfarë është ai që Arnold. Alexander Arnold. Bleni thotë ai nuk kursen lek. Ama do rezultat, s'do të ketë kokçar. Ai spoluan e blenën dhe e mbajnë. Ai vetëm rezultat, ai do të lojë. Do të lojë. Ai do të sot e shikon veten që ka qenë atë gjë vertikale. Ai shikon që është mbrapa, edhe me Barcelona është mbrapa. Ore Barcelona mos në Champions është mbrapa, ai s'është fare në Champions, është sjell të ardhura dhe duke mos fituar se ka tjetër filozofi. Barcelona, Bilbao, Barcelona është gjithmonë në pjacën mediatike të gjës, sepse është e ngritur e tij. Barcelona edhe po sfitoi dashurosh Barcelona. Kështu si fleti për Barcelona Manush, duhet që të harrojmë fare faktin që Barcelona ka 2 miliard pikë borxhe. Po le borxhet mos ka filozofi, ka këtë. Po filozofi, ata janë momentin më të vështirë të vetin. Po çfarë borxhe? Ai ka shitur ato gjithë tribunat e dy janë blerë deri. Nuk I nxjerr nga burgu ajo. Deri vitin 2020 janë shitur burg financiar. Më e rënda e Barcelonës është kjo historia me këtë zëvendës presidentin e arbitrave që ka paguar këto lekët për informacione që si ka marrë asnjëri. Kjo është çështja që ata duhet ta zgjidhin. Dhe këtu po sulmon Reali Madridit shumë. Se I thot çka ka ndodhur në këto 15 vite me këto para që si ka përdorur asnjë. So bën një seancë gjyqësore dhe u dolën 2 trajnerë që kanë qenë të Barcelonës. Luis Enrique dhe Valverde thanë, "Ore ty të ka dhënë njëri informacion për arbitrat që janë pagu 8 milion euro?" Ai thotë, "Jo, unë s'kam marrë, as kam kërkuar, as s'kam marrë herë." Po edhe sulmi që bëri. Kështu që 2 trajnerë që kanë qëndruar 6 vjet aty, gjatë kohës presidentëve të ndryshëm, s'kishin marrë asnjë informacion. Për cilat është paguar 8 milion euro. Ku ka shkuar këto para? Thotë, "Për çfarë informacionesh kanë shkuar?" Kjo është çështja që ata duhet ta zgjidhin tani është kanë filluar seancat gjyqësore, po që bëri Perez arbitrave se kishte dalë shoqata arbitrave në Spanjë kishte dalë komunikat. Po dhe shoqata arbitre bëri deklaratë tha, ai mos suksesin sportiv do t'ia faturoj arbitrave. Faktikisht drejt ka. Po puna është ndes pak situata dhe është agravante çdo javë, sepse në çdo javë Real Madrid ndodh diçka që bëhet një zhurmë e madhe në Spanjë.